Kryeministri Kurti ofroi LDK-s zëvendës kryeministrin dhe po ashtu edhe 4 ministri, por ata përsëri refuzuan. Kam preferuar që zëvendësi im të bëhet abdigjiku dhe të fillojmë kapitull të ri bashkëpunimit të vetëvendosjes dhe LDK-s. Edhe para një viti pata shkruar letër abdigjikut, më mirë ta bëjmë koalicioni tash, mirë po nuk u bë as tash as atëherë. Në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja të panevojshme. Së paku 10 milion euro kushtojnë zgjedhjet që do të sjellin rezultate të përsëritura dhe nuk do të sjellin zgjidhje, tha kryeministri Kurti. Ai tha se abdigjiku i refuzoi ofertat e tij ndërsa pohoi se nuk ka oferta tjera. Unë edhe më tej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe se është dashur të refuzohet oferta jon për bashkëqeverisje. LDK-ja të ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri. Ne patëm një ofertë që pozita e kryetarit dhe nënkryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, që ose nënkryetari i LDK-s të zë pozitën e kryetarit të kuvendit dhe Haxhiu të bëhet nënkryetari e kuvendit. Në këtë mënyrë ne do të kishim edhe më tej qeverim, s'do të kishim zgjedhje të panevojshme. LDK-ja do ta kishte kryetarin e kuvendit, ata refuzuan dhe ne më nuk kemi oferta tjera, tha kryeministri Kurti.